Tanushi, kur e pa atë të qytetin me ushtrim, u apërtëriti i gjerdiku frikën e dikushme, dhe me që shumë kujtuan se do të fillon të së shpejti rrethimin, e jo çka ndodhte me të vërtet, vrapuan me nxitimin më të madh, por në muret dhe dyert e mëpashme. Por kur pan mirë më nga afër, si numrin e pagët të tyre, si turmat e paraguta, u iku frika nga zemra dhe u qetësuan. Tanëve, qoftë zemër lëshuarve, qoftë trimave, shkonin lotët rëke, ka pamja e tmerruar e të vetëve, sidomos, sepse disa gra nga vendet fqinje e kishin ndjekur Tanushin nga prapa dhe ishin lëshuar për të kërkuar kufomat e të vetë. Por zorë se u dha kujt, mundësia t'i derte kund lotët pa gabuar, edhe nderon të kufomën e të vetit. Trungjet e mjerueshme të një palëve, dhe kufomat e zhveshura, të tyrat e deformuara dhe të prishurat të tjerëve, kishin humbur jo vetëm pamjen e tyre të qartë dhe të veçantë, të njohur për të vetët, por edhe krit pamjen njerëzore. Shumëve kishin mbetur vetëm kockat e bardha, lagërsirat dhe orlat. Me gjithë këtë, qanin të mjerët, mbi çdo kufom që u dilte përpara, duke menduar se të gjithë i kishin të vetët. As sera e keqe, as ndonjë qelbëzim, s'mundi t'i mbante njerëzit larg nga trupat e dashur. Më në fund, pasi sytë u mbaruan detyrën e vet, dhe dhimbja u ngof nga lotët, dhe këmbënguljen e Tanushit u bën rreth e qark disa si vare të dëndura dheu. Dhe u kthye dheu me çdo gjë mpushoi. Në punë s'mund ngarkohej tjetër kujt, më mirë se të pis. Dhe me të vërtetë, pasi u dha fund me kënaqësinë më të madhe, detyrave në fjalë, por nderte të vetëve, po kërkonte me qëllim, edhe mos kujtonin se kisha ardhur vetëm për shkak, edhe mos largohej pastaj i përqeshur nga ata të qytetit. Se me ç'më mënyrë ta shfryen të tërbimin e vet, dhe t'u linte armiqve të një shkak pikëllimi. Në fillim, lëshoi ushtrinë në fushë, dhe ndër sytë armiqve, të mbyllur dhe me zjarr hekur, pa kursyer as ardhit, as pemët, as gjë tjetër, i bëri të kishin përpara një pamje të përvajtueshme. Pastaj, u drejtuan me ngulm kundër mureve dhe s'la dëm me turp, por armiqt gjithsas pa tërzi. Atëherë, thonë disa dhe shumë e pohojnë për të vërtetë se mbretërorët shpërthyen me vrullim më të madh, dhe se zjarrin që po përhap bojë në rrethinat e qytetit, i larguan me përdrethore dhe me gjokset e veta që i vunë përballë, të luftuar rreth nga të dy anët, por tanët dolën lehtë filimtar, kurse ata u strukën në qytet dhe s'bën me asnjë provë më tej, se arbrori i tërbruar se mos gaditej kundër tij, do një sulm nga viset shinje. Po të qëndronte atje më gjatë, e la vendin e urryer dhe të njollosur me këndimin e tanëve, me nevirit të madhe dhe mallkime të shumë.